Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Akrepit. Atëherë sot do bëjmë parashikimin për muajin janar edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj të mbar, por dhe një vit sa më të mbar të gjithë ju. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video në këtë kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit e këtij muaji, e muajit janar, por dhe videot e vitit 2026, sepse aty përfshihet i gjithë viti. Ju mund të shikoni dhe shenjën tuaj ascendente, por ndërkohë edhe kam nxjerrë dhe shenjat me fat, ju jeni një nga shenjat me fat, kështu që mund të ndiqni dhe videon e shenjës me fat për ju. Atëherë shohim si do jetë ky muaj në lidhje me shenjën tuaj. Atëherë në javën e parë kemi të bëjmë me energjitë shenjave të zjarit, energjitë shenjave të tokës dhe energji të kullës. Atëherë ju shoh të vendosur në qëllimet tuaja. Ju është një muaj ku ju e filloni me qëllime në veten tuaj, mund të keni qëllime në lidhje me dashurinë, me një njohje, është një person që mendon shumë seriozisht në lidhje me ju dhe shoh një ndryshim të madh që vjen në jetën tuaj. Por ndërkohë, ju shoh që ju kërkoni gjëra të sigurta. Në lidhje me punën, por dhe nga ana ekonomike, shoh që ju do jeni të vendosur në qëllimet tuaja, mendoni seriozisht në lidhje me një ndryshim që dëshironi të bëni. Jeni duke menduar shumë fort edhe në lidhje me anën tuaj ekonomike, gjatë fillimit gjatë javës së parë, por ndërkohë jeni në një pozicion që ju do kuptoni vlerën tuaj, sepse ju shoh në një pozicion mbretëror. Dhe ju do jeni të gatshëm në lidhje me qëllimet që i vendosni vetes tuaj. Për të qenë më të organizuar, jemi në energjinë e Briciapit, sepse dhe dielli ka hyrë në shenjën e Briciapit dhe është aty deri në fund të muajit, kështu që jemi në sezonin e Briciapit, Saturni ju ndihmon në lidhje me një ndryshim të madh që ju do bëni. Është një ndryshim që ju e keni menduar, ju shoh që do jeni më të organizuar në lidhje me këtë ndryshim që do bëni, por ky ndryshim vjen për mirë. Dhe kjo ka lidhje dhe me qëllimet që i keni vendosur vetes. Kjo mund të ketë lidhje me një dashuri, në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, ndërsa në rastin tjetër mund të ketë lidhje me studimet ose ju të promovoni talentet tuaja gjatë javës së parë, por ju shoh në një pozicion shumë të mirë. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Atëherë në javën e dytë ju shoh që jemi te energjia e shenjës së tokës, energjia e shenjave të ujit që jeni dhe ju vetë, dhe jemi te energjia e shenjave të zjarit. Ju shoh që ju do keni një ofertë në lidhje me dashurinë, keni bërë shumë durim në lidhje me një dashuri, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, por ndërkohë ju shoh në pritje të një përgjigjeje. Ju mund të jeni duke pritur një përgjigje në lidhje me një person, në rastin tjetër mund të jetë një ofertë në lidhje me punën, dhe ju ndoshta keni bërë shumë durim në lidhje me këtë gjë. Dhe do mundoheni të trajtoni gjërat më pozitivisht, shoh që ju do lini mbrapa situata të vështira që ndoshta keni arritur ose do arrini ti menaxhoni në mënyrë të përkryer në mesin e javës së dytë, sepse ju shoh që do filloni të trajtoni gjërat më pozitivisht, ndoshta duke kuptuar vlerën e vetes tuaj. Dhe ju shoh në pritje, mund të jenë në pritje të një personi që është në distancë, mund të jetë në pritje të një përgjigjeje te vendi punës në lidhje me një ofertë që do merrni, ose në rastin tjetër mund të jetë në pritje të një pune, të një partneriteti, të një bashkëpunimi, por është një periudhë që ju do kuptoni se sa e shtrenjtë është edhe vlera e kohës tuaj gjatë javës së dytë. Gjithsesi do vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Kjo
mund të mendoni shumë fort edhe për anën ekonomike, ndoshta një pjesë prej jush për të ndryshuar situatat ekonomike që mund të keni, dhe unë shoh që jeni në pritje të një përgjigjeje. Atëherë, këtu kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ujit, kemi të bëjmë me energjinë e shenjës së binjakëve dhe kemi energjitë shenjave të tokës. Gjithsesi, ju shoh një ofertë tjetër që ju vjen. Një ofertë do ta keni në lidhje me dashurinë në fillim të javës së parë, ku ju keni bërë shumë durim. Në fillim të javës së dytë është një person që dëshiron të vi të shprehë emocionet në lidhje me ju, por vjen pak natyre ndrojtur ky person. Dhe mendon se si të shpreh këtë dashurit e ju për të pasur një takim. Dhe unë shoh një takim që ju do ta keni, por gjithsesi ju shoh do ndjeni në dilema. Një pjesë prej jush mund të jeni dhe midis dy personave, ndërsa për pjesën tjetër shoh që mund të vi një person i shoqërisë tuaj ose persona të shoqërisë tuaj, dhe ju do ndjeni të gëzuar, mund ta takoni këtë person. Dhe këtu flasim ka lidhje me persona që janë njerëz të shoqërisë tuaj, me persona dashamirës. Por ndërkohë mund të jeni dhe të zënë në punën tuaj, mund të jeni midis dy gjërave, dy situatave të ndryshme në fund të javës, dhe ju nuk do dini çfarë të bëni në lidhje me një person që mund edhe t'ju ftoj. Gjithsesi, në lidhje me pjesën tjetër, shoh lajme të mira. Do jeni më të konsoliduar në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, por ndërkohë ju shoh që mund të jeni midis dy situatave, dy çështjeve të ndryshme, dy punëve të ndryshme, dhe ju nuk dini se çfarë të zgjidhni gjatë fundit të javës së dytë, të tretë. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Në javën e katërt ju shoh pak të shqetësuar, jeni në gjendje pagjumësie, jeni duke menduar në lidhje me një dashuri, me një person, me një mundësi, me një ofertë që ju vjen dhe nuk dini çfarë të bëni. Shoh që është një dashuri që ose ka të bëjë me dy persona egoist në një rast, ose është një dashuri që mund të ketë konkurrencë në këtë dashuri. Dhe ky person dëshiron që të luftojë në lidhje me ju. Është një dashuri ku nuk e di, të dy personave ju mungon njëri tjetri, sepse jemi te energjia e pesës së monedhave. Këtu kemi energji ajri, energji zjarri dhe energjinë e monedhave. Ose ju jeni, mund të bini të shqetësuar në lidhje me, mund të jeni midis dy situatave, dy punëve, në lidhje edhe me një partneritet, me një lajm të mirë që do merrni, dhe kjo gjë do t'ju bëjë që ju të rini gjatë gjithë natës duke e menduar këtë situatë. Gjithsesi, është një muaj i mirë sepse ju do jeni më të organizuar dhe e shohim që në fillim të muajit, edhe pse do ndjeni pak në dilema në javën e tretë. Në javën e katërt jeni duke menduar se si t'i jepni drejtim situatave, por jeni drejt fundit, sepse unë shoh që ju çliroheni nga kjo situatë, një gjendje pagjumësie, stresi, dhe kjo ka vazhduar për një kohë të gjatë. Për t'i dhënë drejtim diçkaje. Shoh që në mesin e javës një pjesë prej jush mund të keni konkurrencë te vendi punës, mund të ketë disa konflikte ku secili lufton për veten e vet në lidhje me konkurrencën flasim. Shoh në fund të javës ose ju mungon një person, ose jeni dy persona që ju mungon njëri tjetri, dhe kjo situatë mund t'ju ketë lodhur. Por ndërkohë ju shoh që duhet keni kujdes me shëndetin, ju shoh shumë të lodhur fizikisht deri në fund të javës së katërt, por është një situatë, do me thënë që në fund të muajit mund t'ju mungoj pak edhe ana ekonomike, ju do shpenzoni shumë dhe do jeni me pak para në përduar. Gjithsesi, është një muaj ku ju do harrini t'i studioni situatat. Do studioni situatat për t'i dhënë drejtim, sepse Saturnin aty e keni ju ndihmon gjatë këtij muaji, është një shenjë miqësore me shenjën tuaj, dhe ju ndihmon që të pozicionoheni, ju ndihmon në lidhje me një dashuri, në lidhje me partneritete, me persona të shoqërisë tuaj, sepse shohim që mund të takoni dhe persona që janë të dashur për ju,
por ju ndihmon dhe në lidhje me ndryshimet e mëdha për të bërë një ndryshim të madh, por për të pasur edhe gjëra më të sigurta në jetën tuaj, në lidhje me çfarë do lloj situate që të jeni. Atëherë, marrim një mesazh nga angjëjt dhe shohim se çfarë mesazhi ju japin. Dhe ju thot, gjërat do vinë shumë shpejt tek ju thot. Ju do jeni shumë idealist gjatë këtij muaji, do keni një energji të jashtëzakonshme, do merrni vendime të rëndësishme gjatë muajit dhe gjërat do ndodhin shumë shpejt në lidhje me ju. Lëreni kohën të kujdeset dhe ju të merrni rezultatet e zgjedhjeve që ju do bëni gjatë këtij muaji. Por duhet jetë edhe një zgjidhje diplomatike, thot, ose një zgjedhje diplomatike. Atëherë, mesazhi është shumë i qartë, kjo ka lidhje si në lidhje me dashurinë për gjithë ata që mund të jenë në njohje ose në lidhje, dhe lëreni kohën thot që të kujdeset që ju të nxirrni rezultatet e duhura dhe të bëni zgjedhjen e duhur. Por kjo ka vlerë edhe në lidhje me punën tuaj, nga ana ekonomike, por dhe në situata të ndryshme, dilemash që mund të jeni gjatë këtij muaji. Atëherë mesazhi ishte shumë i qartë në lidhje me ju. Ju uroj vërtet një muaj të mbar dhe një vit sa më të gëzuar edhe për ju, edhe pse muaji janar është edhe një muaj që ju do përqendroni shumë te shoqëria juaj, te njerëzit tuaj të dashur. Është një muaj fantastik nga ana astrologjike, por kjo energji erdhi. Atëherë, mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e vitit 2026, sepse janë postuar gjitha shenjat e horoskopit. Ju mund të shikoni shenjën tuaj, shenjë me fat për vitin 2026, por ndërkohë mund të shikoni dhe ascendenten ku e keni, sepse aty përfaqësoheni më së tepërmi. Atëherë kjo ishte për ju uroj një mbasditë të këndshme, fundjavë dhe një fundviti sa më të këndshëm. Atëherë dëgjojmë në video të radhës.